Teleshikues një ditë e ngarkuar, në fakt ka nisur që mbrëm, ajo që mund konsiderohej si kryengritja në pallat. Në Bashkinë e Tiranës, 2 nënkryetar, 2 sekretarë të përgjithshëm, ende pa qartë ajo që mund të ndodhë me orët që vijnë, por ka një si ndryshim të minutës së fundit. Do përpiqem të jem më e qartë që në hyrje dhe më pas të lë radhën të ftuarve. Në Bashkinë e Tiranës, pas këtyre le të themi përplasjeve në distancë mes kryebashkiakut, i cili nuk vendosi të firmoste më urdhrin e rikthyer të Edi Ramës për të zëvendësuar të preferuarit e tij në postën e sekretarit përgjithshëm apo në nënkryetares që merr kompetencat për kryetar, Erion Velia vetëm para pak minutash tashmë ka dalë me një deklaratë që unë do ta lexoj sapo të prezantoj të ftuarit e mi, Bledian Koka, Klodian Tomori, dy kolegët e mi gazetar, ndërkohë kam Belind Këlliçin, drejtuesin politik të Tiranës, Partisë Demokratike. Është kënaqësi Belind që je me mua. Faleminderit, e di që je shkëputur nga një takim me elektoratin, keni filluar në bazë fuqishëm. Dhe avokati Genc Gjokutaj që më bën si gjithmonë asistencën juridike në këtë rast. Faleminderit avokat. Mirëmbrëma. Atëherë, unë po e nis kështu. E nisëm me përplasjen Rama Velia dhe më pas me lajmin e orës fundit. E qelia e para burgimit të Durrësit, Velia ka shbërë vendimin e Ramës për caktimin në krye të bashkisë të Anuela Ristanit dhe në vend të saj ka emëruar Sara Goxhajn. Urdhri Veliaj është firmosur dhe vulosur 2 ditë më parë, ndërsa kërkohet nga i gjithë aparati i bashkisë që të zbatohet urdhri. Lajmi dhe shkresa u botua fillimisht nga dosja.al, e cila shkruan gjithashtu se me marrjen e këtij njoftimi, kryeministri Edi Rama ka shkuar mbrëm në Bashkinë e Tiranës dhe ka urdhëruar protokollin të zhbëjë vendimin e Veliaj dhe ka vendosur shkarkimin nga detyrat të Sara Goxhaj dhe sekretarit të përgjithshëm Alban Dokushi, i cili gjithashtu njihet si krau i djathtë i Erion Veliaj, dhe që në ditën e firmosjes së vendimit nga kryebashkiaku u thyen në SPAK për të dëshmuar. Në parantez, përpara se të lexoj edhe çfarë ka thënë Erion Velia plot 18 minuta më parë, të gjitha mediat në vend sot e kanë patur këtë lajm, të trajtuar në mënyrë të qartë për atë që ka ndodhur. Urdhrat e Erion Velis mbritur në bashki, shkarkimet më pas me një urdhër të dytë Edi Ramës, meqense le të themi vendimet e para ishin protokolluar, do duhej që sërish Erion Velia të firmoste, nga burgu nuk pranonte. Por Erion Velia i thot, u informova që pas ka plasur peshku në moçalet mediatike për përplasjen time me Ramën për punë delegimesh. E para njëherë me Ramën kam vetëm mall të takohem për të folur për punët, si gjithmonë, dhe asgjë tjetër nuk më shkon në mendje. E dyta kam firmosur një ridelegim me idenë e gabuar se ishte dakordsuar brenda ekipit drejtues, por kështu është kur punon në thonjza pa informacionin e mjaftueshëm. E fundit, kërkoni e gërmoni ku të doni tani, se u bë sport ky, fali dhe prokurorit tim të dashur. Por në marrëdhënien time me Ramën, lodheni kot fare se është plazmuar në kohëra të vjetra dhe nuk e ndryshon dot asnjë kohë, sado e mallkuar qoftë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet edhe keq kuptimi. Klodi, për këtë të fundit, delegimi kthehet aty ku mbyllet dhe keq kuptimi, se ti ke qenë i pari që ke shkruar në fakt sot herët në mëngjes, u zgjova pa statusin tënd. Që do të thotë? Si lexon? Tani ne jemi shumë të paqartë se kush ikën, kush kthehet, kush anullohet dhe çfarë ashtu. Por ashtu si e ka shkruar zoti Veliaj, i bie që mbetet zonja Ristani në krye të Bashkisë së Tiranës dhe shfuqizohet urdhri i zotit Veliaj për zonjën Sara Hoxha për nënkryetare. Pra, megjithatë ajo që stonon apo më saktë nuk përputhet në gjithë versionin e fundit të zotit Veliaj që e quan të gjithin një keq kuptim, ka të bëjë me disa fakte shumë të thjeshta. E para, lajmi i përplasjes shkresore, po themi, në Bashkinë e Tiranës ka dalë që në orët e para të mëngjesit, pra i bie gati 10 orë më parë, më shumë se 10 orë më parë. Ashtu sikur se e theksuat ju, u dha në të gjitha mediat dhe u shkruajt në të gjitha mediat, madje është folur edhe për konflikte, për polici që është vendosur për mos lejuar një kandidatur apo një tjetër për tyrë në... Dhe për bllokimin e bashkisë nuk ka firmosur asgjë dhe ka qenë kolaps dhe kaos, gjua e përdorur nga të gjithë. Ka informacione të cilat ne nuk mund t'i themi do të konfirmuara në masën 100%, por ka informacione që ka pas edhe përplasje fizike mes personave, mes të emëruarve të shumt për të marrë postin e nënkryetarit apo kryetarit të bashkisë. Dhe së fundmi,
Zoti Veliaj thotë që unë tani u informova me idenë që unë jam i izoluar dhe nuk më vinë informacionet. Faji prokurorit. Po, nuk më vinë informacionet në kohë reale, pra në gjithë të kohë që është zhvilluar kjo. Çështja është si ka mundësi që qeveria, pala tjetër, pra zoti Rama, nuk e mohoi për asnjë moment lajmin. Si ka mundësi që mediat që janë shumë afër qeverisë dhe kryetarit të bashkisë nuk bën asnjë përgënjeshtrim që e gjithë kjo stui që po ndodh është një gjë e sajuar nga mediat e moçalit e kënetës, siç e quhen zoti Veliaj, por vetëm tani pas 10 orësh, edhe më shumë sepse ka qenë që në orët e para të mëngjesit lajmi, vetëm para pak minutash kryetari i bashkisë ka bërë atë reagim dhe thotë që ishte një keq kuptim dhe tani gjërat shkuan në vendin e tyre dhe unë me Ramën nuk kam asnjë konflikt. Tani duke patur të gjitha këto fakte, pyetja që lind natyrshëm është çfarë bëri zoti Veliaj të heq dorë. Kjo është njëra pyetje dhe pyetja